بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. Ne do t'i tregojmë ti ngjarjet më të bukura përmes shpalljes së këtij Kur'ani, e ti me të vërtet nuk I ke ditur këto më parë. Dashuria e Ebul As dhe Zainabës. Ne po ju sjellim një ndodhi reale që ka ndodhur 1400 vite më parë. Po ju rrëfejmë për një kohë për të cilën të gjithë ne po mendonim se ata njerëz kanë jetuar vetëm me trup, pa emocione dhe pa dashuri. Histori e cila do të na ndrojë komplet të menduarit ton për njerëzit e kaluar. Flasim për një histori të dhimbshme dashurie, të pastër si Loti dhe plotësisht të lejuar sipas zakoneve dhe dokjeve të atij vendit dhe të asaj bote. Na ishte dikur një vajzë në një qytet të shkretë të Tirës, qyteti I quajtur Mekë. Ajo vajza kishte emrin Zainab, kurse babai I saj Muhammed e nana Hatixhe. Ajo kishte kaluar moshën e bilygut, pra të pjekurisë së saj, dhe sikur edhe vajzat të tjera të lagjës, filluan të flasin me njëra tjetrën për tema që flitnin të rriturit, pra për martesë. Një ditë prej ditëve, babait të saj, Muhammedit, I erdhi një djalë I ri me autoritet dhe me moral të mirë. Ai kërkoi dorën e Zainabës, pra ja kërkoi të bien për nuse. Ati ja thonin emrin Ebul As, I biri I Rabiut. U habit Muhamedi për këtë kërkesë. Tash ju kujtua se bija ati që ka rritur dhe po ja kërkojnë për nuse. Një lot pikoi nga syri. Nuk dinte as vetë nëse ishte lot I lumturisë apo I dhimbjes. Ky burr e bisedoi këtë çështje me gruan e tij dhe të nesërmën në mëngjes, sikur që ishte zakon të shtëpia e tij, në sofrën e mëngjesit, po ja shpalosin këtë çështje bijes së tyre, pra Zainabës. Vajza e tij e uli kryen dhe buzëqeshi, ju skuq fytyra dhe u largua nga sofra dhe iku për dhomën e saj. Ishte e njohur në atë vend se buzëqeshja e vajzës jepte sinjalin e dakordimit, kurse skuqja e fytyrës sinjalin e pastërtisë së moralit të saj, pra të turpit. Kaloi një kohë, jo edhe aq shumë e gjatë, sa që u nda Vaadeja. U caktua dita e dasmës, që të përcjell Muhamedi dhe Hatixheja, bijen e tyre të madhe për nusni. Kjo ishte edhe martesa e parë në shtëpinë e këtij burri besnik, sikur që njiheshte në Mekë. Zainabeja, si nuse e re në shtëpinë e Ebul Asit, kalon ditë të lumtura. Të dy nuk qëndronin dot pa njëri tjetrin. Kjo ishte një kohë që të dy I lidhi për njëri tjetrin, saqë në jetën e tyre ndodhen shumë kundërshtime dhe telashe, por dashuria e ngulitur në zemrat e tyre I mbajti bashk përderisa I ndau Zoti për gjithmonë. Këtë dashuri e kurorëzoi Zoti me lindjen e një djali të tyre, të cilin e pagëzuan Ali, e më pas edhe të vajzës të cilin e quajtën Umama. Të gjithë e kishin lakmi këtë familje të re, jo për shkak të pasurisë së tyre, nga sa ata nuk kishin pasuri të theksuar, po për shkak të mirëkuptimit dhe dashurisë që kishin për njëri tjetrin. Pasi që kaloi një kohë e mirë, filluan edhe sprovat dhe kohrat jo edhe aq të mira. Zoti e kurorëzoi baban e Zainabës me profeti, pra atë e shpalli të dërguar tek njerëzit e ai u bë pejgamber.
Në këtë kohë Ebul Asi ishte në Damask për tregti dhe nuk u gjend në shtëpinë e tij. Përderisa Zenebeja, nëna e saj Hatixheja dhe motrat e saj e kushërinjt dhe akrabat pranuan fenë e Zotit dhe pranuan baban e tyre për pejgamber. Kur kuptoi Ebul As për ndodhinë e Zenebës, u hidhrua, u largua prej shtëpisë e pas ca kohe u kthye dhe dëshiroi ta diskutojë këtë ndodhim me Zenebën, vajzën tashmë të dërguarit të Zotit. O baba i Aliut, sikur që kishte zakon Zenebeja të thirrte Ebul Asin, unë nuk mund të përgënjështroj baban tim, ti e njeh atë. Ai kurrë në jetën e tij nuk ka gënjur, as nuk ka tradhtuar, as nuk ka vjedhur, as nuk ka vrarë, as nuk ka përgojuar askënd, o baba i Aliut. E gjithë Mekkeja e thirrnin Emin, besnik, edhe ti o Ebul As, edhe ti e ke thirrur ashtu apo jo? Si kërkon nga unë që mos ta e pranoj deklaratën e tij si profet? O Ebul As, edhe nëna ime ka pranuar këtë fe, edhe kushërini yt, Osmani, edhe shoku yt Ebu Bekri dhe të gjithë njerëzit e mirë të Mekës e kanë pranuar, o Ebul As, të lutem pranoj edhe ti. O Zeneb, të kuptoj dhe e di se ashtu është si thua ti. Unë nuk e akuzoj baban tënd për asgjë, por nuk dua që njerëzit e fisit tim të më titullojnë tradhtar të traditës dhe të zotrave tonë. Të lutem, më kupto dhe ti mua. Unë propozoj që ti të mbetesh në fenë tënde e unë të qëndroj në fenë time. Edhe ashtu ndodhi. Vazhdoi jetën në gëzim dhe lumturi. Për shkak të torturave dhe në përkëmbjes që i bëheshte Muhamedit a.s. në Mekë, u urdhrua nga Zoti që ai të lëshoj Mekën dhe të migroj për në Medinë. Me të shkoi edhe familja e tij, akrabat, shokët dhe gjithë muslimanët. E vajza e tij, Zenebeja, erdhi te babai dhe i tha: O babai im, më jep leje të qëndroj afër burrit tim, nuk dua të ndahem nga ai. Pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam i tha: O i bija ime, mirë bën të qëndrosh afër tij, kujdesu për të dhe kujdesu mirë për fëmijët e tij. Ishte hitën aksham, muaji Rabiul Awwal, pra muaji i tretë i vitit, aty diku 13 vite pasi babai i saj u shpall pejgamber. Të gjithë e lëshuan Mekën. Shkuan gjithë të afërmit e Zenebës. U zbraz Mekkeja, u zbraz zemra e Zenebës, kurse sytë e saj qëndronin ka rruga e cila fuste shikimin e saj në thellësi të shkretëtirës dhe aty diku ndalonte. Këtë fotografi të pastër të shkretëtirës ja mjegullonte loti që i mbushte syrin kohë pas kohë e që mbas rrithte në lëkurën e fytyrës së saj. Ajo qëndroi para një sprove të rëndë, nëse po qëndron me burrin e saj apo me baban e saj. O Zot, sikur të ishte sprova e fundit të jetës time kjo, lutej Zenebeja në vetvete, kurse lotët mundoheshte t'i fsheh nga të tjerët. Kaloi një vit e 5 muaj, që kur Zenebeja më nuk e pa babain e saj pasi që ai kishte shkuar në Medinë, në një qytet diku 13 ditë largësi ecje me deve. E nana e saj, ajo sot mbush 4 vite që u largua përgjithmonë nga kjo botë. Në këtë ditë, paria e Mekës po thirr njerëzit prej moshës së re deri në pleqëri që t'i bashkangjitën radhave të ushtrisë mekase. Ata do të nisën për një vend të quajtur Bedër. Aty do ta luftojnë Muhamedin dhe ndjekësit e tij. Mesin e personave që ftohet për në luftë është edhe Ebul As. Ai duhet të luftoj kundër vjerit të tij, pra babaut të Zenebës. Kur mori lajmin Zenebeja për këtë gjë, u trishtua fare.
mbulua me lot dhe ra për toke. Ajo e lut burrin e saj të mos I përgjigjet ftesës për luftë dhe të arsyetohet dysi nga kjo betejë e ligë. O Ebul As, cilin ta qaj spari, ty apo babaun tim? Cili do vritni I pari, ty apo babai im? O Ebul As, nëse vritesh ti, jam vra unë. Nëse vritet babai im, sërish jam vra unë. Nëse vritet ai, mbeta keq unë. E nëse vritesh ti, mbet keq Aliu, Umamaja dhe unë. Të lutëm mos shko, të lutëm arsjetohu. Si duket krenaria dhe autoriteti I tij ndaj fisit të tij ishte më I lartë, saqë nuk guxoi të mposhtë thirrjen e fisit për në luftë. Ai ja kërkoi halallin Zenebës, pra kërkoi falje për gjithë në jetën e tyre, dhe u nis në një drejtim bashkë me jeniqere edhe kalorës të tjerë, ku nuk dinte më nëse do të ktheheshte në sokakët e Mekës sërish. Gjithandej kërcëllonin shpatat dhe hingëllonin kuajt. U bë një rëmujt e pusat e Bedrit, u derdh gjaku I shumt dhe u vran shumë njerëz nga dy palët. Gratë në Medine, po ashtu dhe gratë në Mekë, kishin dalur në sokaket e tyre dhe secila priste lajmin nga Bedri, secila priste haber për burrin e saj. E tillë ishte edhe Zenebeja. Mezi po priste një gjysmë haberi, o Zot çu bë me Ebul Asin, o Zot çu bë me babaun tim të dashur. Kaluan javë të tëra, e Zenebeja bie në gjumë dhe zgjohet me këtë ankth. Një ditë prej ditëve I vjen një lajm I mirë. Lajm të cilin ajo nuk e kishte menduar që as babau e as burri nuk do të vritet. Burri I saj është zënë rrop nga muslimanët, pra ai është gjallë dhe nën përkujdesjen e babaut të saj. Allahu Akbar, Allahu Akbar, përhorit Zenebeja në vetvete, afër murnëve të Qabës. Babaun tim e njoh unën, ai nuk do të vrasë Ebul Asin. Ai ka kujdes ndaj të gjithë, e në veçanti ndaj neve. Zenebeja përgatit pagesën për lirimin e burrit të saj, pra për të blerë lirinë e burrit dhe të lirojë nga robëria. Ajo nuk kishte shumë pasuri, por e kishte një gjerdan që ja kishte dhuruar nëna e saj Hatixheja për martesën e saj. Ky gjerdan ishte shumë I shtrenjtë, nga se diheshte se Hatixhe ishte një pasanike dhe tregtare e njohur në Mekë, por edhe më të shtrenjtë e bënte atë se ishte dhuratë e martesës nga nëna tashmë e vdekur. Përmes këtij gjerdani, Zenebeja tregoi babait të saj se sa ishte I shtrenjtë Ebul Asi për Zenebën dhe sa ajo e donte burrin e saj. Ajo e mbështjelli gjerdanin mirë dhe ja dorëzoi vëllaut të burrit të saj që të dërgonte në Medinë. Kur muslimanët po hapnin pagesat për lirimin e robërve, në mesin e pagesave ndodhej edhe një gjerdan. Me të hapur të këtyre mbështjellësve, sytë e Muhamedit a.s. bien në një gjerdan të njohur më për të. Kush e solli këtë? Për cilin u bë pagesa për këtë gjerdan? Thirri I dashur I Zotit. Për Ebul Asin, o I dërguar I Zotit, për dhëndrin tënd. Filloi të qaj kur kuptoi se bia e tij jep edhe më të shtrenjtën për burrin e saj. O njerëz, ky është gjerdani I Hatixhes, gruas time. Ajo ja ka dhuruar Zenebës me rastin e martesës, kurse kjo po paguan lirimin e burrit të saj te babau I saj. Dhimbja dhe loti ju rodhi të gjithëve në praninë e pejgamberit të Allahut. Ktheja ja Rasulallah, ktheja Zenebës të dyjat, edhe gjerdanin edhe burrin, I thanë sahabët pa pritim fare. Muhamedi a.s. kërkoi Ebul Asin që të flasë drejt për drejti me të. O Ebul As, a do pranosh Islamin? Jo, nuk e pranoj, u përgjigj Ebul Asi. Atëherë merre gjerdanin dhe kthehu në Mekë. Mirë po,
Më ka ardhur shpallje kuranore se vajza ime nuk ka të drejtë të jetë në martesë me ty edhe më tutje, përderisa je duke adhuruar idhujt dhe putat. Sikur që të lëshoj në liri dhe në besë, edhe ti të më sjellësh vajzën time në Medinë me besë. Ebul Asi u kthye në Mekë dhe hyrë në shtëpinë e tij. Me gas e hare e pritën të gjithë, edhe Zejnebeja. Ebul As e falemndroi Zejnebën për këtë gjest të madh. Ai tha se dita ditës po kuptoi më shumë dhe më shumë se sa është dashuria dhe sakrifica yte për mua. Por ama, duhet të ndahemi në dy. E pse? E pyet Zejnebeja e habitur. Ku do të shkosh tani? Ebul Asi përgjigjet. Oj Zejnebe, kësaj radhe nuk do të shkoj askund unë, por ti. E pse unë, ku do të shkoj unë? Babaut tënd ka ardhur shpallje nga Zoti që ti nuk ke të drejtë të qëndrosh në martesë me mua, përderisa jam në fenë e prindërve të mi. Andaj i premtova se do të kthej në Medinë. Pregaditu, merri fëmijët dhe nisë për Medinë. O baba i Aliut, prano fenë e pastër të Zotit dhe ec me mua, mos më le të vetmuar. Jo, nuk e pranoj dot. Edhe një goditje tjetër në shpirtin e njom të Zejnebës. Zejnebeja i afrohet Medinës, një qytet që kur më herët nuk e kishte vizituar. Një oazë në shkret të tirë, një vend me palma të hurmave, me gjethe të gjelbërta. Ajo hynë në Medinë, në pikë të drekës. Vapa e Medinës po dallon nga vapa e Mekës, temperaturë shumë më solide. Të gjithë prohoritnin, lajmëroni Resulullahin, tregoni se i arriti vajza e tij. Zejnebja qëndronte mbi deve dhe po ndjen një mburje të qenurit vajza e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, përderisa në Mekë ishte një nënshmim dhe fyrje të ishte vajza e pejgamberit. Ajo futet në shtëpi afër pejgamberit dhe po regjistron një botë të re, një jetë të re dhe po ndjen një kënaqësi të qenurit e lirë. Dita ditës kjo kënaqësi po shtohet, për dallim se burri i saj Ebul Asi shumë i mungon. Kaluan plot 6 vite në Medinë, gati sa Zejnebeja e harroi burrin e saj. Në këto ditë Ebul Asi kishte marrë karavanët nga Mekka dhe po i dërgonte për në Siri. Me vetëdije apo pa vetëdije, ai u fut në kufirin e muslimanëve dhe kështu u arrestua. Ata nuk dinin çfarë qëllimi kishte Ebul Asi që u fut në terrenin e tyre. Ata e lidhen dhe po e sjellin për në Medinë. Me të futur në Medinë, ai u arratis dhe në sokakët e Medinës duke kërkuar këndej e andej, gjeti shtëpinë e Zejnebës. Ishte mëngjesi i hershëm. Ai trokiti në derë dhe thiri. Zejneb, unë jam Ebul As. U habit Zejnebeja, se si mund të ishte ky? E hap derën dhe tani më po sheh njeriu në zemrës së saj, që syri i saj nuk kishte parë për 6 vite të plota. Si erdhe në Medinë? Si më gjete? Si të lejuan? A mos vallë ke pranor Islamin? Këto dhe shumë pyetje të tjera një pas një ja parashtron Zejnebeja. Oj Zejneb, jam arratisur nga roja e Medinës, më kapën rrugës për në Siri dhe më mbyllën. Arrita të iki nga ta dhe erdha te ti. Zejnebeja shkoi te xhamia dhe nga ana e pasme e murit thiri. Ja Rasulallah, Ebul Asi është te unë dhe unë i kam garantuar siguri. Të lutëm garantoj edhe ti. Ja Rasulallah, garantoj siguri Ebul Asit. O babaj im, të lutëm garantoj siguri. Pejgamberi Allahut i pyet njerëzit nëse po dëgjonin edhe ato zërin që ndëgjon ai. Më pas doli jashtë dhe pa vajzën e tij. Ai shkoi bashkë me Zejnebën te shtëpia e saj dhe e takoi Ebul Asin.
Ebul As i shpjegoi se kishte dalur thjesht për tregti dhe se nuk kishte qëllim të keq për muslimanët. Pejgamberi i grumbulloi njerëzit dhe ju tha: "O ju njerëz, Ebul Asi po zotohet se ka pasur drejtim tjetër dhe nuk ka dashur të dëmtojë Medinën apo muslimanët. Ju e keni zërë në rrop dhe ju vendosni nëse do ta lëshoni apo jo. Nëse më pyetni mua, kthejeni pasurinë e tij që kishte në karavane dhe lëreni të kthehet në Mekë. Çdo dinar dhe çdo dirhem që kishte pasur në pasurinë e tij, ja kthyen për minuta të shpejta." Ebul Asi po vëndron në respektin që i bëhet Muhammedit, po shikon bukurinë që ka sjellur Medinës brenda 7 viteve, po sheh drejtësi të mbushur me mëshirë dhe falje, gjë e cila moti po mungonte në Mekë. Në dalje nga Medineja, Zenebe e pyet edhe një herë: "O Ebul As, pse nuk qëndron me ne? Pse nuk po pranon fenë e Zotit?" Jo, i tha. U kthye Ebul Asi në Mekë. Të gjithë e pritnin pasurinë që ishte mbi shpinat e deveve të karavanit të Ebul Asit. Ai i thiri të gjithë dhe ju tha: "O ju njerëz, merrni secili nga ju çka i takon. Merrni pasurinë juaj dhe largohuni." Të gjithë morën pasurinë e tyre derisa u zbrazën shpinat e deveve. Ebul Asi i pyet: "A i kam borxh dikujt ende?" Jo, o Ebul As. Të gjithë i morëm pronat tona. Atëherë po ju them se nga sot po bëhem musliman. Nga sot dëshmoj praninë e Zotit një të vetëm dhe po pranoj profetinë e vjerit tim, të babaut të gruas time, pra të Muhammedit alayhi salatu wassalam. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Pse nuk e bëre këtë në Medinë? Pyesin njerëzit, të cilët ishin grumbulluar afër Ebul Asit. Nga se dua t'i tregoj vetvetes, t'ju tregoj juve, por edhe Zotit të Madh, se nuk jam duke pranuar Islamin nga dhuna apo interesi, por nga bindja e fortë se Islami është ndryshe nga feja jonë, e Muhamedi është ndryshe nga mbretërit tanë. Ndryshe o njerëz, kuptoni, ata janë ndryshe. Ai u kthye në Medinë dhe shkoi direkt te Muhamedi alayhis salam dhe tha: "Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu annaka rasulullah." E dëshmoj Zotin një, të vetmin, dhe dëshmoj për ty, o i dashur i Zotit, se je pejgamber dhe je i dërguar i Zotit. Të betohem se kur nuk më ke trajtuar ndryshe nga bija jote. Gjithmonë ke patur mëshirë mbi mua e unë kam qenë i vrasht ndaj teje. Zoti të shpërbleft për këtë butësi. E mori Muhamedi alayhis salam Ebul Asin dhe e dërgoi te Zenebeja. O Zenebe, para plot 20 viteve të kam pyetur për një gjalosh të ri nëse e pranon për burr. Je skuqur dhe nuk ke folur asgjë. Sot babai yt të pyet edhe një herë: "O bia ime, a e pranon Ebul Asin për burr?" Filloi të qesh, e uli kryen dhe e përqafoi pejgamberin e Zotit, bija e tij. Rifilloi jeta për këta njerëz të mirë dhe mendoi Zenebeja se tashmë mbaruan sprovat e Allahut. Përfundoi hidhërimi dhe u largua e keqja. Papritmas filluan dhimbjet Zenebes. Dhimbjet të cilat i shkaktoi deveja me rastin e përmbysjes së saj mbi Zeneben, e cila ishte duke lëshuar Mekën dhe u nis për në Medinë te babai i saj. Shkaki i përmbysjes së devës ishte Hibar ibn al-Aswad, i cili ngacmonte devën me qëllim që ajo të mbrapsët, derisa të dëmtonte Zeneben, bijën e Muhamedit, e cila ishte shtatzan në muajin e fundit. Devja kërceu dhe u plas dhe kështu e zuri përfundi Zeneben, që e dëmtoi fort në shëndetin e saj, e me që rast e nxori edhe fëmijën e saj.
Pas një kohë Zenebi u shëruar, por jo plotësisht. Këta dhimbje po i rikthehen. Kaluan muaj e muaj, Zenebi arrin në shtrat dhe në këtë formë ajo pas një viti ja dorëzon shpirtin Allahut. Kjo vdekje e mërziti shumë Ebul Asin, derisa transmetohet se një ditë ka shkuar te i dërguari i Zotit dhe i ka thonë: "Ja Rasulallah, nuk jetoj dot pa Zenebën. Edhe pse kanë kaluar muaj nga vdekja e saj, shumë po mërzitem ja Rasulallah. Nuk di si do ja dal." Pas një viti ndroi jetë edhe Ebul As. Që të dy u varrosën në Medinën e ndriquar, në Medinën e Rasulullahit, në Medinën e Ebu Bekrit, në Medinën e Omerit dhe në Medinën e 113.000 sahabëve të tjerë. Me ata të dy u mbulua edhe dashuria e flakt për njëri tjetrin, që të vazhdoi kjo dashuri edhe pas ringjalljes, inshallah. Ne pra ju rrëfejmë nga më të mirat rrëfime. Wassalamu alaikum wa rahmetullah. Projekti nga Xhamia Vil. Përgatiti dhe lexoi Bekim Alimi.